Allahu Azza wa Jalla falënderojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot do të kalojmë në etapën e ardhes së shpalljes tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo më mirë thonë me fjalë të tjera, sot do të flasim si erdhë kjo fe deri te ne. Si anisi gjithë kjo punë e madhe që sot mas shumë shekujve, mas shumë viteve, të ketë njerëz që i thënë vetës musliman, të ketë një fe që e ka emrin Islam dhe kështu me radhë. Do të kisha lutë para prakisht që të hecni para, është rashi për jashtë, kemi xhamatlit pazare që kur të lagën s'kan ku i ndrojnë teshat. Kemi rahmet ndaj atinve, ti mbush misafët, thu se imi të u falë namaz. Hesni sa ma shumë për para, xhamia është prast për para. Na i bë një halal pak për i shqetësojmë, po rallë ndodhin këto raste kështu me rashi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i kalon 35 vjet, fillon me ndi diçka në vete. Fillon me pasë nuk është diçka në rregull me mekasit. Ja nisën disa gjona të këqija mi pengu, edhe pse ai kur vetë si kishte bo. Ama nuk di kemi u bo qare, as mi u dhon uth. Nuk di kemi u dhon qare, as mi u bo uth. E kur i boni 37 vjet, ja nisi me javë e me muj, me shku në shpellën Hira. Lipke zgjidhje për gjonat e këqia që i shifke ati mbrenda. Edhe pse Allah s'ishte pejgamber, Allah s'kishte shpallje, Allah kërkush si pa thonë se këto punë nuk bëjnë, ai vetë ndike në zemrën e vetë se s'është në rregull që njerëzit me i bo shirkë Allahut Azza wa Jall. E shifke se s'është në rregull pse njerëzit bëjnë pa drejtësi. E shifke se s'është në rregull pse njerëzit e vjedhin njëri tjetrin, pse luftojnë kabilet mes vete. Pse është e shpërndame zinaja, amoraliteti, është e shpërndame pirja alkoolit. Gjitha gjonat e këqia ishin prezente. I pengojke kamata, sepse dike se është zullum dhe padrejtësi, ama nuk dike mi dhonuth. Nuk dike se si ka me dal para këtimve, me kazve dhe mi ju thonë, moni se kjo pun nuk ban, se po t'ja parashtronin pyetjen, po pse nuk ban kjo, nuk dike t'a jep gjevapin. Edhe Allahu Azza wa Jalla frymëzoi, ja boni dashur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka shkuarjen në shpellën Hira. Ja nisi shkon me javë, dhe njerë që ndrojke me muj, derisa dhe njëherë paseri mirke me vete dhe bashortën e vetë, ku shpella Hira e cila dhe thot dikun nëse zgaboj me metra, në altësia s'është më tepër se 2 metre edhe 15 cm dhe 20 cm. Kurse gjanësia dhe thot dikun 1 metre e gjysëm apo 1,70. Ajo shpella Hira originalit që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është një kodër në majet të Mekës, nga kodrat e mëdhaja me kase në të cilën është rënd dhe vështirë mund gjitë atje naltë. Por me gjithat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju bëj dashur ky vend. E dojke këtë vend, shkojke që ndrojke ati, me javë e me muj, edhe qka me ndojke rreth krijesave të Allahut Azza wa Jall, natën dilke i këshirke yjet. Theke subhanallah, këto yje i ka kriju dikush, e shifke qetësinë e natës, i shifke krijesat, lloj krijesa shprej atje naltët, e shifke ndryshimin e kohës, dhe gjitha këta e shtinin pejgamberin sa që të mendon dhe të mediton rreth një fuqisë absolute që është padyshim fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ligji i Zotit është që para se marrë shpallja Allahu Azza wa Jall, atij shpirtit i dërgon çka qetësi dhe rahati. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
vazhdon 3 vite të plota. 3 vite të plota. Hiç pa ndal. Shko një muaj atje nalt, hajde një javë në qytet, në Mekke. Vetmim i plot me Allahun Azza wa Jall. Derisa disa historianë përmendin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpellën Hira e gjallëroi, e boni të njohshme. Derisa atje nisën musilla dhe njerëzit tjerë. Derisa transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira her pas heri hipke edhe sadaka, vishin fukarat, varfën. Hipke sadaka. Pse? Sepse ishte i gatshëm për punë të mira. Edhe kjo është njëra nga metodat që na muslimant i këshillojmë që të gjithë që her pas heri me hik nga zhurma e njerëzve, nga preokupimet e përditshme, mund dal edhe me mendu rreth vetvetes, rreth familjes, rreth punës, rreth problemeve dhe të lasheve që i kemi në jetë, vetë mund dal me mendu. Me pase dhe të thotë ku e kemi hallin dhe si kemi punë. Kjo është metodë e njerëzve të devotshëm dhe të mirë, që her pas heri mund dal dhe mu vetmu me vetveten, duke parashtru pyetje vetvetes. Si e kam hallin me Allahun Azza wa Jall, si jam të fitu dinarin, si e kam hallin me bashortën teme, me fëmijët e mi. Këto janë metoda mësime që miren nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është kjo rastësishme që ai 3 vjet para se më bëu pejgamber, vazhdimisht mu vetmu në shpellën Hira. Shpeshher njerëzit e keq kuptojnë kur themi shpellën Hira, kanë menduar se çat ditë që ka shku te shpella Hira, çat ditë ka ardhur vahi Xhibril alayhis salam. Ja, 3 vjet përpara. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me javë me muaj u vetmojke për ta bëu hazër vetën shpirtin e vet, për ta qetësuar dhe rahatu. Për çka? Për këtë ngarkesë të madhe që ka mi ardhur. Që është ngarkesa e Kur'anit, sepse paraqit ka ngarkesë dhe obligim dhe detyra konkrete për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam marrja e Kur'anit. Edhe Allahu Azza wa Jall çka filloi që ta ban hazër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam 3 vjet përpara. Që këtë jetë i gatshëm për këtë mesazh dhe mision të madh. Që elhamdulillah kjo ka mbet deri më ditën e sodit për njerëzit që dojnë me qenë thirrës, hoxhallar, davetxhi, të cilët i thrasin njerëzit në hak, të na çka bëjmë duke qenë fëmijë që me këtë. E kadal dhe kështu me radhë derisa ai një ditë për ditëve kur të mbaron medrese, kur të mbaron fakultete, kur të mbaron magjistraturë sen, e nëse dalëm i ushit mend njerëzve. Çka e bëjmë hazër, e bëjmë të gatshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej fëmijë është bë hazër. Ama çka para shpalljes, çka 3 vite përpara vetmohet me Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 6 muaj para se mi ardh shpallja, thuhet në muajin Rabiul Awwal, se përmendin komentatorët e Kur'anit, në muajin Rabiul Awwal, në muajin të cilin ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në muajin Rabiul Awwal ai fillon me pa hondra. Fillon me pa hondra. Që 2 vjet e gjys përpara nuk shif kjo hondra. Fillon me pa hondra. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fahiya mithlu falaki subh." Thot ato ondrat çka ndodhin sikurse drita e sabahit. A keni pa ter del drita e sabahit, shef çdo sent. Thot pejgamberi se unë i shifsha në ter natën ondrat e ditën ndilshin 100% sikur i kum pa. Kjo është komenti i kësaj. Çka shif ke në ondër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Çka ju mundsoj kemi pa ditën? Shif ke diçka në ondër kështu? Ditën 100% sikur e ka pa në ondër, e shif ke aty. Për çat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thot ondrat janë një pjesë nga 46 pjesë e pejgamberdokut. Për këtë çka Allahu Azza wa Jall, jo çdo kujt ja bën nasip që mi komentu ondrat. Sot kam bet ves dhe cilësi e mirë e besimtarëve të devotshëm që me ditë mi komentu ondrat. Apo besimtarëve të devotshme që din mi komentu ondrat. Ai hiç ndoshta nuk ka shkollë, nuk ka mësim, e shef një ondër të ja kallzon, ai thot kështu ka mendos. Ai thot kështu ka mendos. Pse nga devotshmëria Allahu Azza wa Jall ja ka çel sytë e zemrës, sytë e imanit dhe atij ja bën nasip dhe të mundshme
që ëndrat që i shohin njerëzit me ditë me u dhon kahje, me ditë me komentu, që këshillojmë besimtar tjerë të cilët nuk ban me marë guxim mi komentu ëndrat, sepse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa idha fussirat waqa'at, thot kur të komentohen ëndrat ndodhin, ti ka mundësi me komentu keq, edhe personit mi ndodhe keqja. Për këtë çak s'ka drejt çdo kush me marrë dhe mi komentu ëndrat, sepse komentimi i ëndrave është shkencë dhe art në vete, e cila ndërtohet mbi takvallëk. Nuk mundet dikush që kur nuk fal namaz me qenë komentatori i ëndrave. Thënë aty Allah ta ka mshël zemrën, nuk ka mundësi ti mi komentu ëndrat. Ti Allah s'ta ka bëu alo nasip me bëu sejdë si duhet, e ti ki me komentu ëndrat. Kimi i tregu gjërat që i shohin njerëzit natën. Kjo e pa drejtë është. Ose është jadën bila se irbas e gjingji, ato e marrin guximin, ato s'kan zote, s'kan imane, s'kan kur gjo. Ato e bëjnë edhe ketë. Por na themi kryesisht që do të thotë njëra nga nishanët dhe simbolet e pejgamberllëkit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë edhe ëndrat e vërteta që në sabah i shifke sikurse që i shifke ditën, ashiqare. Pa kur një far pengesë dhe pa kur një far mangësie. Këtu do të përmendim disa fakte që kanë të bëjnë me ditën e ardhjes së shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët në mënyrë precize e kanë përkufizuar dhe përcaktuar ditën dhe datën kur i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vahje dhe shpallja në shpellën Hira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm në muajin Rabiul Awwal, në muajin në të cilin ka lind, filloi me pa ëndra për sparjer natën, çat natë. Filloi me pa ëndra 6 muaj para se më ardhën vahje. 6 muaj mas Rabiul Awwalit, cili muaj vjen? Ha kamerman. Muaj Ramazan. Kemi përmend disa herë se Kur'ani ka zbrit muajin Ramazan. Sa herë në xhallar të lexojmë fjalën e Allahut azza wa jall, sidomos në Ramazan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani në Ramazan. Dhe thuhet që Kur'ani ka zbrit me 21 Ramazan. Që është argument se nata e Kadrit ka mundësi me qenë edhe në natën 21. Sepse Allahu azza wa jall në suratul Qadr thot inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Na thot e kemi zbrit Kur'anën në natën e Kadrit. Kurse këtu kur të mash të shoqësh faktet historike dhe të krahasosh me data e me ditë, delse Kur'ani ka zbrit në natën 21 të Ramazanit. Edhe pse shumica e dietarëve e kanë përmendur se shpeshherë nata ka ndodhur gjatë historisë në natën e 27, por megjithatë ka mundësi me ndodh edhe në natën 21, edhe në 23, edhe 25, edhe 27, edhe 29, natët tek që janë në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Xhamat, hesni para se të ka ezanit. Mushti safut, afrojnë ngushtojnë pak. Hajde sot dva çelmi deri në xhamis, edhe atyve që janë jashtë. Afroni. Ngushtojni pak xhamat, sot më shumë kena me insistu më ngushtu pak më tepër. Ngushtoni se kemi vllazni që janë jashtë bajge. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه